shpesh ka njerëz që thonë se nuk kemi ne fëmijë, sepse dikush po na bën magji. Dikush tjetër thotë nuk po mund të martohem sepse dikush po më bën magji. Dikush tjetër thotë nuk po mund të kryej shkollë ose të avancohem sepse dikush më bën magji. Dikush tjetër thotë nuk mund të pasurohem, nuk ka sukses biznesi im sepse dikush më bën magji e shumë gjëra të tilla të tjera. Megjithatë është mirë që ta dim këtë. Të gjitha këto mund të ndodhin dhe të gjitha mund të vinë edhe nga magjia, por të gjithë duhet ta dim po ashtu se njerëz edhe të bërë magji mund të kenë suksese në këto fusha. Pra, edhe është i bërë magji edhe është martuar, edhe është i bërë magji edhe ka fëmijë, edhe është i bërë magji edhe ka kryer shkollë, edhe është i bërë magji edhe ecë në biznesin e tij, ka suksese pra të prekshme, cilat janë parasyve të tij dhe parasyve tonë që të shohim se jo magjia gjithë njerëzit i ndal prej suksese dhe arritjeve të tyre. Kësaj pra, ne duhet ta dimë se i besojmë këto krijesa, por nuk duhet t'i glorifikojmë sepse ata në fund nuk e morën vesh se Sulejmani që ishte aty afër, kishte vdekur, Allahu ju tregoi atyre që nuk dinë për gajbin. Falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi. Thot kur ne caktuam vdekjen është fjala për Sulejmanin alayhis salam, ata nuk mund pati kush t'i informoj për vdekjen e tij pos dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. Krimbi u bë shkaktar që ti informoj për një krijes shumë e pafuqishme, i cili hëngri shkopin e Sulejmanit alayhis salam. Falamma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghayba ma labithu fi al-'adhab al-muhin. Thotë kur e panë se urzua Sulejmani, gjendët e kuptuan se po të dinin ta vetë gajbin të msheften, nuk do të qëndronin të tillë në dënim të nënçmues dhe përçmues.